Përshëndetje të dashur teleshikues kudo ku jeni dhe mirë se vini në edicionin e radhës të Origjina Show. Kësaj radhe në studio kam një profil suksesi nga bota e biznesit. Kam kënaqësinë që të ndaj një bisedë interesante me biznesmenin dhe adetarin e njohur shqiptar këtu në Stuttgart, Shamsedin Balaj. Përshëndetje zoti Balaj dhe mirë se vini në Origjina Show. Përshëndetje. Është kënaqësi të jem sot musafir. Kur erdhëm këtu në Reutlingen për herë të parë, Reutlingeni është një qytet diku 35 kilometra afërsi të Stuttgartit, nëse nuk gaboj. Pam një hotel shumë të bukur, ndaluam aty dhe na habiti fakti se pronar ishte shqiptar, pikërisht zoti Shamsedin Balaj. Si erdhët, nga erdhët, cila është origjina juaj? Kam marrë në vitin 1991, domethënë në janar, edhe tash veç po bëhen gati 35 vite në gurbet. Vitet e para kam qenë si zakonisht pjesë e dërmuese e bashkëdhetarëve në sektorin e ndërtimtarisë në vitin 1995, mandej një 3 vjet kam punuar në poshtë. Në atë kohë poshta ka qenë si ndërmarrje shtetërore. Edhe kam filluar në jetën kohë si në job punoj si taxi deri sa ka përfunduar lufta në Kosovë. Dëshiroj të di në çfarë moshe erdhët nga Kosova, nga cili vend i Kosovës je, kush u bë shkaktar që të vini këtu në Gjermani? Po, jam i lindur në fshatin Rakosh, komuna e Stogut, në vitin 1972. Shkollën fillore kam të kryer aty në fshat, domethënë Rakosh, kurse shkollën e mesme kam vazhduar në profesionin e policit, atëherë ka qenë Akademia e Policisë, që fatkeqësisht nuk kemi mujtë me përfundu për arsye që veç janë të njoftura, domethënë që okupatori na ponë të pamundur që të vazhdojmë ato vitin e 4, për ishte arsye që të mësonim në gjuhën serbokrate, na nuk ishin pajtime, kështu që dash një vullnetare të largohem domethënë prej aty dhe nga aty domethënë ka qenë gjithmonë kemi qenë duke e parë nga këndvështrimi i sotëm, kjo pjesa e policisë që ka të bëjë me shkollimin tënd, të ka ngelur peng, apo në një farë mënyrë ardhja në Gjermani është një avantazh shumë i madh, sepse u bëre një sipërmarrës i suksesshëm? Nëse shumë praktike ndërshtrimi, definitiv po, mirë po nuk e di një rekord, domethënë ka qenë një profesion që më ka fjetë në zemër, çka edhe sot e dua dhe kam shumë kolegë domethënë që janë në funksion në Kosovë, në sfera të ndryshme domethënë të policisë të udhëheqjes së policisë së Kosovës. Mirë po edhe zhvillimet që ka ndodhur këtu nuk jam në atë kuptimin pjeshman, domethënë prapë përveç sfidave të jashtëzakonshme që kemi pas, prapë rezultati është i kapshëm. Të kanë ndihmuar pak a shumë shkollimi në këtë profil, pra në profilin e policisë, sa i përket disiplinës, në marrjen e vendimeve, në hapat e sigurt që bëni faktikisht në jetën e përditshme, a? Definitiv, këta moj me thonë me plot gojen që aty kemi marrë atë, domethënë vetë profesionalizmi, po edhe që ka qenë edhe respektin ndaj edukatorëve, edhe sfidat e jetës, domethënë ajo bashkëtesa që kemi pas aty, edhe rregullat që kanë qenë, na kanë kalit, na kanë pjek para kohë, edhe ajo ka qenë një arsye që ka mund të shifet edhe të kolegë, domethënë të shokë e mi që janë anë e kanë botës, që pjesa dërmuese të tyre janë jashtëzakonisht biznesmen të suksesshëm. Si ishte Gjermania për ty? Sa ishte e vështirë, domethënë në dita e parë, gjua, pastaj më vonë krijimi i rrethit tënd, i atyre që të besonin se ti ke vlerë për këtë vend? Në atë kohë fatkeqësisht rrethanat kanë qenë shumë të vështira nëse krahasojmë me ditët e sotme. Kemi pas një trajtim këtë kontra me këta që sot domethënë e marrin bashkëdhetarët tanë. Me një fjalë nuk kemi qenë më së ardhën. Ka qenë sfidë çdo gjë, është nuk e pas drejt shkollimi, nuk e pas drejt punësimi, nuk e pas edhe nëse ke gjetë një punë caktuar, domethënë ashtu që ka qenë pak më e avancuar, për atë punë kanë qenë më parë, domethënë kanë pas drejt të punësuar në atë vend pune, mas pa gjë, domethënë tash Bashkimit Evropian, tash këta që kanë qenë me rregullim me dokumentat e rregullta, ku në në fond kemi qenë të është një lloj dulldumë që thonë një status i përkohshëm që edhe ato kanë ndodhur që na kanë vazhduar
çdo 2 javë. Është e vështirë ka qenë që nuk e pas kur fa perspektive. Pra gjithmonë ke qenë ankth, do vazhdosh të qëndrosh apo të kthehesh. Po gjithsesi kjo ishte një sfidë në vete, ju u kalitët në këtë dhe nuk poshtë të vazhduat më tutje. Si ishte hapërimi juaj pastaj në krijimin e terrenit, përfshirjes së punëve, integrimit? Ato vitet që kam qenë, domethënë, para luftës në Kosovë, gjithmonë e kam pasur synim që të kthehem për gjithmonë, nuk kam menduar kurrë që të jetoj në Gjermani për gjatë. Ishte koha si ishte dhe gjithmonë e kam pas parasysh që momenti i luftës dhe krijimi i familjes, gjithë ato i kam shtyp deri mas lufte me arsye që dihet ku jemi edhe si do vazhdoj. Me mbarimin e luftës shkova mas 9 vite, ose 9 vite nuk kam guxuar të shkoj të them domethënë Kosovë asnjëherë. Pas mbarimit të luftës u ktheva për të parë dhe poshtë domethënë ishte edhe shkatërimi i jashtëzakonshëm i territorit atje ku jetoj edhe unë. Dhe poshtë ndryshime domethënë vetvete që nuk e gjojsha veten aty për momentin aty dhe kam marrë vendimin herë mas luftës që të rri këtu dhe të vazhdoj domethënë që me në biznes apo çfarë do qoftë ajo. Erdhe këtu, sa kohë tu deshën faktikisht që të krijosh një mik të parë gjerman apo një bashkëpunëtor të parë që të besonte në vlerën tënde, në intelektin tënd, në aftësinë tënde? Fatkeqësisht atë nuk e arrin kurrë, se gjerman nuk e dojnë me një fjalë, mos ta tash në të vrasht vetveten, po ta bësh gjermanin mik është pak e vështirë. Fatkeqësisht, po them me fatkeqësi, se nëse krahasojmë popullin tonë me këta, na jemi mikpritës, jemi ma dashamirë. Mirë po, kur e shë që punon dhe je sinqert dhe je përkushtuar punë, atëherë vlerëson punën. Ajo intereson domethënë më shumë puna dhe ato që çka ofron ti, se sa ti si individ. Çfarë bët me rrogën e parë që fituat këtu, sa ishte shuma, se në përgjithësi ne kemi atë kurreshtin të gjithë e sa paguhesh, sa je paguar. Çfarë ke bërë me rrogën e parë? Besoj se ka qenë shumë fish më tepër se sa shifrat në Kosovë. Po definitiv, vlera ka qenë atëherë diku 1300 në diçka marka, mos ka poj. Mirë po kam pas vlerë të jashtëzakonshme me çfarë atëherë ka qenë qiraja më e ulët. Edhe kemi kursy, nuk përpara, domethënë, vitin e parë as kam pas leje nga makinas, domethënë makinas, telefon nuk e pas gjanë të përditshme ushqimore dhe tjerë të ke kursy. Natyrisht të konë veç se obligativ me miqu minimu familjes, dhe atë ku ka qenë një krizë jashtëzakonisht e madhe në familjes ke pas të ardha tjera. Kështu që prej atij momente që kam qenë për rrugës parë dhe edhe sot ndoshta kam mbet ajo domosdoshmë që të ndihmoj familjes edhe rrethit. Pra ka qenë një, do thoya, gurbet i vështirë në kuptimin e plot të fjalës. Të mos kesh mundësi të komunikosh çdo ditë, të mos kesh internet sikur janë sot, siç janë rrjetet sociale, që njerëzit flasin me orë të tëra free, pa pagesë. Në atë kohë ju keni patur mundësi vetëm me telefona fikse, apo jo? Një herë në muaj apo sa? Janë dy bota ndryshme, në atë kohë definitiv ka qenë shumë e vështirë, pse na kishim telefon, po në shtëpi atje të prind nuk kanë pas telefon. Ka qenë thuaj çdo 2 javë shkonin prind të tezja, edhe më çon telefon në orë caktuar, domethënë çmallësh mes vete dhe po që kish ndaj risi, ndaj diçka që të ndrojë mendime apo të komunikojmë mes vete, përndryshe këto mundësitë sot me atë botën atëhershme janë dy bota krejtësisht ndryshme. Si e kompensonit mungesën e atmosferës së familjes në atë periudhë këtu? Krijuat një rreth, krijuat rrethin e bashkëdhetarëve, ishit pjesë e ndonjë shoqate, ishit pjesë e aktiviteteve? Po, kem qenë domethënë se në atë kohë me që kishim edhe kohë të lirë më shumë, edhe pjesë e dërmuese bashkëdhetarëve nuk kishin mundësi që të shkojnë në Kosovë, as pushime, kanë qenë me të njëjtin status pothuajse, ose azilant ose me këtë statusin të lungut. Edhe definitivisht na është dashur edhe ndihmë, domethënë, edhe pse s'kem pas punë ndoshta fare 2-3 muaj, kem nejt aty dhe më morë me aktivitete të caktuara. Të pas parasysh domethënë edhe mungesën e familjarëve dhe të dheu të gjitha ato, edhe secili mundu me atë mundësinë e vete që të avancohet në formë, ta zotroj gjuhën mas parë, që edhe ajo ka qenë mundësia e parë që ta bësh një hap më të sigurt drejt tavme, se kur njeh gjuhën, atëherë edhe i ke mundësit më të ndoja në çdo aspekt. Ku jemi të mundësit, sa ofruan mundësi këtyre mërgjimtarëve të ri si puna jote që erdhët në atë kohë, këta mërgjimtarë që ishin para jush,
ju hapin dyrë të komunikimit, ju ofruan mjediset dhe rrethin e tyre, ju ndihmuan për të gjetur ndonjë punë apo. Më thonë që të jemi sinqert, një pjesë e madhe ty në po ka pas edhe ta tillë domethënë që na kanë pa me një sy konkurrues pak a shumë se gabimi i tyre ka qenë që ata fatkeqësisht nuk e kanë pa këtë si avancim ta njohin gjuhën, që ka njerëz sot ata 5 ditë janë ndashë janë 50 vjet në Gjermani, por nuk e zotnojnë ta gjuhën sot. Domethënë gjanat elementare me ato që është dashur të komunikojmë, po diçka më shumë jo. Kur si na kem pas një çështje tjetër në një periudhë të shkurtër, domethënë i kem të kalu ata dhe në atë moment na kanë pa pak si konkurrues disa se nuk janë gjithnjëherë, po edhe unë për fat kom pas një rreth timin, kom pas edhe vëlla, ma ka qenë mas një kohë të shkurtër, po dy shokë domethënë që kemi raporte jashtëzakonisht mira deri me sot, edhe bashkarisht kem punu bashkë edhe kem kalu kohën e lirë dhe jemi marrë nga aty këtu në herë edhe me aktivitete fizike, sportive, ku di unë që ata kalu kohën. Do ta ndalojmë bisedën tonë këtu, sepse do të kalojmë tek një hapësirë publicitare dhe pastaj do kthehemi tek një moment tjetër me zotërin Balaj. Ti ndjekim reklamat. Përjetoni rahatin e vërtet me kondicionerët inverterët të serisë Gentle Cool, tani me zbritje të jashtëzakonshme. Mos e lini këtë mundësi t'ju ikë. Vizitoni dyqanet tona në Pejë dhe në Prishtinë. Porosisni tani online. Mbajini shtëpinë tuaj të freskët gjatë verës dhe të ngrohtë në dimër. Bruno është zgjedhja ideale për ju. Adheu në zemër natyrisht është të çdo margjimtar kudo në përbot. Formati më i ri televizionit TVR, Adheu në zemër ka për qëllim që t'ju ofroj pikërisht fëmijëve të margjimtarëve tanë të moshës 6 dhe në 12 vjeç një hapësirë televizive për të shpalosur talentin e tyre në fushën e recitimit. Pra yjet e recitimit nga diaspora. Të gjithë ju të nderuar prindër që keni pikasur talent tek fëmijët tuaj në fushën e recitimit, ose vetë ju dëshironin që fëmijët tuaj të jenë personazhe në këtë format televiziv, atëherë mund të aplikoni në faqen tonë në Facebook Televizioni TVR. Dërgoni aty të dhënat tuaja si emri, mbiemri, një numër kontakti dhe gjithashtu edhe një video të kandidatit apo kandidates me një recitim të një vjershe. Vjershat apo poezitë duhet të jenë me përmbajtje për Adheun. Ju mirëpresim. Kantier Gjigant. Angazhim dhe përgjegjësi. Qindra shqiptar të punësuar në këtë kompani. Reka Kompani, me pronar vëllezërit e Reka, lider në fushën e ndërtimit në Belgjik. Pas hapësirës publicitare rikthehemi përsëri në studio me zotin Balaj dhe kemi një kohë të gjatë që nga fillimi i aktiviteteve këtu në Gjermani që Hotel in Leisen fillon blogun e marketingut, prandaj publikisht të falenderoj për gatishmërinë tuaj që nga dita e parë për të përkrahur projektin ton në Gjermani si një nga biznesmenët më spikatur. Ndjem edhe unë nderuar, domethënë ka qenë
e kam vlerësu shumë e rëndësi për bashkëdhetarët tonë që të kemi edhe një hapësirë edhe në aspektin medial, edhe me që më ka dhënë rasti, kom shprej vullnetin që t'ju pëkra dhe se me një formë kjo është, domethënë, investim vetvete. Kjo, për këtë hapësirë, domethënë, një hapësirë ti na ka mungu neve këto vitet e fundit, tani kemi edhe këtë mundësi që duhet jenë gjithë bashkëdhetarët, domethënë, mirënjohës dhe të lumtur. Faleminderit. Atëherë, ku jemi tek hotelin Lajzen, është arritja juaj viteve të fundit do thoja më e madhe, më gjigande, po para kësaj, për afro 25 viteve, ju keni patur pashtu një kompani shumë suksesshme, të cilën sot përsëri e zotrojnë Balajt, po vëllezërit tuaj, dhe ju jeni shkëputur dhe jeni përqendruar vetëm te hoteli. Por në të njëjtën kohë, kjo kompani e taksit llogaritet si nga kompanitë e para shqiptare këtu në rrethinën e Rojdingenit. Jam i saktë apo ja? Pikërisht, domethënë vitin 2000 më herë mbas luftës Kosovës, me që pa ta marrë vendimin që të rri këtu, atëherë ka në synimi i qartë që të merrem në një aktivitet biznesi, me që mundësitë janë të mira, edhe prej aty më herë kanë filluar domethënë edhe çështja edhe gjermanëve ndaj nesh, edhe janë dhënë mundësi që të vitet 90 nuk e pas drejt absolutisht, edhe nëse ke pas vullnet e mundësi nuk të kanë lënë me një fjalë. Kështu që mas atyre obligime që duhet domethënë të kesh, i kam kry, edhe në 2010, në 2000 domethënë e kam hap një taksën me një, taksën kam fillu, edhe të në çdo vit të ngrit numrin e tyre deri në momentin kur e kam dorëzuar domethënë që kam lënë vllaut, kanë qenë 12 taksë domethënë që ka qenë në kulmin e zhvillimit të biznesit. Si erdhi deri te kjo ideja taksi, të hapësh një firmë me taksi? Është pak sa e vështirë, sidomos në atë kohë ku ka munguar edhe navigacioni, besoj, apo jo, është dashur me hartë, ta njohësh terrenin mirë, të jesh autokton, një shqiptar nga Kosova të vi e t'i zotroj rrugë, kaldrëme, rrugica? Me që prej natyre jam ambicios, domethënë më intereson edhe jo më nuk gjithmonë me sfidu edhe veten, edhe në atë kohë sa isha duke punu në post, kishim edhe kohë më të lirë, e në njëjtën kohë kam kryer shpesh edhe 2 dhe 3 punë tjera. Të pas parasysh rrethona në Kosovë që është dashur edhe me ndihmu, domethënë edhe familjarët, edhe punësh atë kohë në shtypshkronje, i kam bërë prej shtypshkronjes gazetën ditore, domethënë Trojlinjën këtu në pika të caktuara në qytet. Edhe në atë aktivitete sipër kalën në Banhov, domethënë në stacionet, rejna aty, shoh taksistat rrinë domethënë makinë pa pas për aktiviteti fizik, mu do punë më e lehtë. Aty ka lind ideja. Ishte më e lehtë në të vërtetë apo? Në fakt po, sa për këtë aktivitet fizik është punë e lehtë. Nuk ke ndonjëherë në obligim. Edhe mund domethënë me përcaktu do të punosh ditën, natën, gjithë ato. Edhe lind ideja që të filloj me taksi, por nuk i disha rrethona çka duhet, as si duhet. U informova, më treguan që do me pas një leje enkas, domethënë për këtë aktivitet, edhe pa ta shku me një të shu në komunë, ku aplikova aty edhe fatmirësisht edhe mora edhe lejen, mas 6 muajve, ka qenë një rast që me të vërtet nështë është për me përmend se nuk beson të ajo në test që janë vetëm 6 muaj në Trojlinjen. Se zakonisht djezit janë të lindur këtu dhe nuk mu i kalojnë me të parë në provimin, po tek që i dëshmohet domethënë që jam këtu atëherë filloj me besu dhe shtoj kjo është e pamundur. Veç ta kem pak si pra një ambicie e fortë për të marrë suksesin pikërisht në një lëmi siç ishte pra e radiotaksit apo. Domethënë ato 3 vite e para kam punuar në njëjtën kohë edhe në post edhe mbas dite kur kisha kohë të lirë me taksi, edhe pas që është mundësi e mirë. Në atë kohë nuk u dashkë në investim i jashtëzakonshëm përveç makina dhe ato obligime tjera anësore që ishin. Edhe kur ka ardhur momenti vitin 2000, domethënë e kam marrë përsipër nga një firmë gjermane, e kam marrë koncesionet domethënë se cilë taksi do ta ketë koncesione vet, ajo është puna më e kushtueshme domethënë që është përveç makinës, kushton në atë kohë ka qenë dikon 30.000 marka, domethënë ka qenë 15.000 euro, ashtu ka qenë. Edhe gradualisht çdo vit ndryshim shku të rrit numrin e tyre. Po krijimi një suksesi tjetër që ndoshta jo pakush e kupton këtë,
do më thonë është edhe krijimi i relacioneve me pasagjerët që i merr, me klientët që i merr. Në kuptimin e fjalës, ata mund të jenë të profileve të ndryshme, mund të jenë nga njerëzit më të rëndomt deri tek njerëzit më autoritar. Sa të kanë ndihmuar ty pastaj për të krijuar një imazh tamam të duhurin, siç e gëzon edhe sot këtu në mjedisin afaris në Gjermani? Po, për mes atij profesionit definitivisht mund të them ka qenë mundësia më e mirë, më shumë që më ka ofruar që të kyçem në rrjedhat e ndryshme në qytet që kem pas klientelë, domethënë prej nivelit më të ulët tek kryetari i qytetit që kem pas domethënë rregullisht që kem vozit, mos flasim për mjek, për avokat, për prokuror, për të gjitha lamive. Vitet e para ka qenë sfidë jashtëzakonshme të pas parasysh që vetë emri jonë domethënë se ka qenë një lloj sfide. Pra një paragjykim për paragjykim ka qenë prej viteve të 90-ta dhe është dashur një kohë gjatë derisa ta fitojmë besimin edhe të tregojmë veten, të dëshmojmë veten që nuk jemi ata, domethënë për çka na kanë të bësh klient rregull. Na kanë përfaqësuar mediat në atë kohë. Dhe me kalimin e kohës ka qenë të shumë lehtë se kem pas mundësi domethënë edhe punëtor kanë ardhur më të rregullt, edhe zhvillimi ka qenë i pa shmangshëm. Dhe ky shërbimi juaj ka qenë vetëm në perimetrin e qytetit, në çfarë distancash dhe cilat kanë qenë distancat më të largta në kilometra që ke bërë me taksi? Që thëmë, sinqert, pjesa dërmuese vozitje t'i quaj ashtu, ose punës është në regionin e Rëlingetu, firma domethënë me cilat kemi bashkëpunu, vozitjet në për spitale, mandej këtu përmes institucioneve të gjitha. Mirë po ke pas edhe vozitje domethënë që mos të pej Rome, në Paris, Hamburg, Poloni, dikon dhe 1000 kilometra afër kem qenë, domethënë, që mos Zvicër, në Austri, kanë qenë mos të gati çdo ditë. Aeroportet ajo ka qenë pika më e frekuentuar, ka ndodhur që 10-15 herë veç në aeroport në ditë kem shku. Që sa vite u shkëpute nga kjo kompani, që sa vite fillove hotelin Lajze? Në vitin 2015 ka lind ideja për fillimin e punës, domethënë me që pa ta bler këta real këtu. Fillim ka qenë ideja që të ndërtoj banesa, mirë po me që është zonë industriale nuk ka qenë e mundur, nuk patën leju organet kompetente, edhe mandej lind ideja edhe ajo përmes taksës, domethënë që të provoj edhe të sfidohem edhe në këtë drejtim. Mandej kemi apliku me arkitekt që ato formalitetet kemi kryer, kështu që në vitin 2017 jam tërheq për taksit, edhe që me gjithon energjinë për të kushtuar domethënë këtë profesion, çka edhe kam realizuar në vitin 2019, domethënë ajo faza e ndërtimtarisë ka qenë dikon 2 vite. E tani që nga viti 2019 domethënë kemi filluar shumë mirë, fatkeqësisht ndërkohë erdhi korona, çka ka koinciduar me periudhën e koronës. E preku shumë rënd, domethënë në këtë sektorin tonë të gastronomisë, edhe ishin edhe investimet bukur të mëdha dhe kom pas domethënë bukur shumë. Janë investime milionëshe. Po. Duke pas parasysh faktin se ju njoh në përditshmërinë tuaj profesionale, impenjimin tuaj, angazhimin, stafin që keni përzgjedhur, do t'ju rangoja jo me 4 hyje, po me 5 hyje, pavarësisht domethënë të përmasave, por cilësisë, pastërtisë, shërbimit, me të vërtet janë për të duar turkitur. Këto janë edhe në komentet e faqes zyrtare, domethënë ku të tjerët mund të lënë një koment dhe nuk mund t'i fshish dot, apo jo? Dhe komentet po thuaj se janë të gjitha të bukura, të gjitha të mira, duke marrë parasysh klientelën se të gjithë janë gjerman dhe të huaj, apo jo? Pjesa dërmuese. Po, fatmirësisht ka qenë pak e vështirë se jam kyç në një lamin në cilën nuk kam pas asnjë njohuri, domethënë në aspektin profesional, nuk kam punu kur asnjë ditë as në gastronomi, as në hoteleri, domethënë edhe plani i hotelit, edhe organizimi, edhe puna, edhe gjitha kanë qenë një sfidë jashtëzakonshme, se nëse keni provojë të caktuar për shembull në drejtim është pak më lehtë. Kurse kur orientohesh në lami që nuk i kur një forfa një horie, do të kesh parasysh që ka qenë shumë vështirë. Po prapë ja kam dalë shumë mirë që edhe krenohem me veten time,
Domethënë është morali punës, përkushtimit gjitha këto që kanë ndiku që jemi këtu që jemi. Dëgjoj, unë më bëri përshtypje fillimisht takimi jo vetëm me mua, por edhe me çdo klient që e bën këtu në hotel, kur e mirëpret, e bën me buzëqeshje dhe përcjell me buzëqeshje. Këtë artin e buzëqeshjes e mësove kur hape hotelin apo e ke patur edhe përpara? Ta kam pas edhe përpara me që Sepse bie ndesh pak a shumë me shkollën e policisë kjo e qeshura. Jo, nuk isha me thonë. Më bëhet me këndvështrimit tash se dhe kemë edhe kolegu, se është kolegë t'i quaj në atë formë, po ke pas as disa dhe ti takosh, dhe më thonë, jam në të vërtet njerëz jashtëzakonshëm, janë njerëz punëtor, njerëz përkushtuar, edhe aty ka lidhja që Kjo është art në vete faktikisht dhe është një domosdoshmëri për punonjësit e hotelerisë, faktikisht mirësjellja. Absolut. Edhe që ta bësh të ndihet sa më komod dhe të pranueshëm çdo klient që vjen. Definitivisht, kjo është, më thonë, jo vetëm në hotel, po mirësjellja është mënyrë e komunikimit, domethënë që edhe nëse dikush edhe po që është i vrazhd, me pusqeshje domethënë me mirësjellje zbutë edhe tërheqje e bën për veti. Pa. Me që jenë këtë profesion është thuja obligative, se po që se pret me një fjallë ti një koqiri, jemi pec tradita jonë, domethënë e dënë ato edhe me këtë rast mu me mënyrë më të mirë me shprej ato që na kemi në tradit që kemi në gjak me një fjallë, mikpritjen. E kjo është një mirësi që... Pra kjo është një plus faktikisht që të kompleton në atë pekun tënd profesional tashmë të biznesit me hotelerin. Por të jesh përgjegjes, menaxher, themelus apo drejtues, si që jeni ju i Hotel Lajsen, në fakt është një përgjithësi dhe do thoja edhe atëherë ku edhe kopën e Jastek, ke telefonata, ke mesazhe të cilët vazhdimisht vijnë nga sporteli, që ti duhet t'i koordinosh me klientët që t'jenë gjithmonë të mikpritur, apo jo? Pikërisht, kjo është një Sa është e vështirë, sa është delikate të mbash një hotel në Gjermani? Me që kam pas një eksperiencë të ma hershme, do më thonë taksët që ka qenë njerëz zakonisht edhe ma vështirë, edhe me që numri i klientelve ka qenë edhe ma i madh, kjo më duket pak e lehtë. Se ka qenë ma dinamike, ka qenë definitiv. Po, do në lëvizja, telefonata. Numri punëtorëve, do më thonë, ka qenë 4 fishi ma i madh, veç ajo është arsye, do më thonë, plus ku që këtu numri punëtorëve është ma i vogël dhe sistemi, mënyra menaxhimit të hotelit, këto vite të fund, do më thonë, është shumë e lehtë. Me që edhe porosit bëhen përmes portale ose drejt përmes firmave, nuk ke në obligim të madh, do më thonë ato i kryjnë para dite, me mas dite kur vinë klientat, bën check-in secilët, do më thonë jap kartelën e dhomës, e udhëzon nëse ka ndonjë pyetje, ndonjë konsull diçka, kryen me to, edhe pagesat e gjitha ato shkojnë në mënyrë automatike. Kështu që nuk duhet ndaj përkushtim diçka, poshtë nëse ka ndonjë problem dikun, atëherë çasesh në lamia dhe kryen edhe ato. Kështu që nuk është në sfidë, më tash është pak a shumë dhe ajo përditshmëria e rutina që të përcjell ditë për ditë. Është krijuar për voja, po natyrisht. Kemi edhe klientel të rregull që vinë domethënë me vitet e tona, edhe zakonisht kemi pjesë të dërmuese klientëve tanë janë të firmave më shumë, po edhe në fundjavë ka edhe familjar edhe turist me që kemi këtu afër dhe me Cingenin, që njihet domethënë në gjithë botën si një vend i mundësive për blerjen e garderobave me firmatat më të njëra botërore, me një çmim më të arsyeshëm, më të volitshëm, doja të thoj me një çmim promocional, ndoshta nganjëherë 50% më lirë. Pas do të 70 aty dikon sillet, jo gjithmonë, po, definitiv domethënë se për këtë arsye është edhe ke mund me vret edhe ti që në fundjavë nëse shkon është vështirë me depërtu nga numri i klientelve që është jashtëzakonisht. Pra këtu ti e ke detin gjatë tërë stinave të vitit, nuk e ke vetëm verës. Pra me Cingeni qëndron aty, turistët nga gjithë bota vinë aty, është shumë afër, kërkojnë hotelet dhe një nga hotelet më të preferuara është hoteli juaj. Shumë bukur. Stafi është shqiptar apo i kombinuar? Komplet shqiptar. Gjithë e kemi. Për më shtëm do më thonë menaxhimin e gjitha këtu i bëj në aspektin familjar, janë punësume edhe shoqja, edhe djalë, edhe vajza,
Mirë po edhe në mirëmbajtje edhe kam 3 punëtorë nga Shqipëria edhe nga Kosova, domethënë pasere tashmë që është hapë restorani prapë edhe këto janë domethënë pjesë e dërmuese shqiptare. Çfarë kapaciteti të dhomave ka hoteli? Gjithsej kemi 27 dhoma, 9 dhoma kemi dhoma nishe, domethënë për një person, 12 dhoma kemi dyshe, për çifte, mandej kemi dhoma familjare dhe kemi pak 2 dhoma më të avancuara, 2 suita që i quhem, cilat janë edhe të pajisura edhe me jacuzzi, me whirlpool, domethënë për klientel pak më të veçantë. Kështu që gjitha kategoritë i mbulojmë pa më parasysh se cilët rangosh klientele mund të ofrojmë shërbime adekuate. Hoteli është 4 kat apo jo? Po. Unë e kam parë që ajo terraca ka aspirata të bëhet edhe diçka interesante edhe në terraca apo jo? Shpresojmë, me që tash të kemi kryer këto obligime të tjera, të fillojmë edhe atje, është një mundësi e mirë. Tash më përcaktu është herët, po shpresoj që këto 2 vite tashme do të vazhdojmë edhe atje diçka shumë bukur. Atëherë do të shikojmë spotin e hotelin Lajza dhe më pas edhe spotet tjera reklamuese dhe më pas do kalojmë në pjesën e 3 dhe të fundit të bisedës sonë me zotin Balaj. Përjetoni rahatin e vërtet me kondicionerët inverterët të serisë Gentle Cool, tani me zbritje të jashtëzakonshme. Mos e lini këtë mundësi t'ju ikë. Vizitoni dyqanet tona në Pejë dhe në Prishtinë. Porosisni tani online. Mbajini shtëpinë tuaj të freskët gjatë verës dhe të ngrohtë në dimër. Bruno është zgjedhja ideale për ju. Adheu në zemër natyrisht është të çdo margjimtar kudo në përbot. Formati më i ri televizionit TVR, Adheu në zemër ka për qëllim që t'ju ofroj pikërisht fëmijëve të margjimtarëve tanë të moshës 6 dhe në 12 vjeç një hapësirë televizive për të shpalosur talentin e tyre në fushën e recitimit. Pra yjet e recitimit nga diaspora. Të gjithë ju të nderuar prindër që keni pikasur talent tek fëmijët tuaj në fushën e recitimit, ose vetë ju dëshironin që fëmijët tuaj të jenë personazhe në këtë format televiziv, atëherë mund të aplikoni në faqen tonë në Facebook Televizioni TVR. Dërgoni aty të dhënat tuaja si emri, mbiemri, një numër kontakti dhe gjithashtu edhe një video të kandidatit apo kandidates me një recitim të një vjershe. Vjershat apo poezitë duhet të jenë me përmbajtje për Adheun. Ju mirëpresim. Kantier gjigant. Angazhim dhe përgjegjësi. Qindra shqiptar të punësuar në këtë kompani. Reka Kompani, me pronar vëllezërit Reka, lider në fushën e ndërtimit në Belgjik. Atëherë i nderuar Balaj, më trego sa jeni i kënaqur sot me kolegët tuaj të cilët kanë hotele në Gjermani, sa keni një mundësi të ndonjë platforme të përbashkët për të ndërvepruar, për të dhënë këshilla, marrë këshilla, për të shkëmbyer përvoja. Keni kësi platforma dhe ndërveprimi me njëri tjetrin?
po edhe një fatmirësisht pjesë ndërmuese të kolegëve të quaj ashtu në Rollingen edhe me rrethime që kam qenë edhe si taksist përpara, ka domethënë një pjesë ndërmuese që një që edhe 15 vite para se me fillu ose para se me pas idenë e hotelit fare. Edhe kemi raportet mira, her pas herë ndëgjojmë, po edhe takohem, jemi në unionin e gastronomëve, domethënë te Badur-Württembergut jam edhe unë si antar aty. Edhe marrim informacione, domethënë po që se ka në ndryshim, po që se ka në risi, ose çka mund të ketë, qoftë në aspektin tatimor, qoftë domethënë kohën e krizës së koronës, aty kanë qenë ata me informacione, domethënë mos tonë çdo ditë ka të kemi marrë informacione se si cilën për punë distancës, për punë të higjienës, se ku diun gjitha ato formalitetet që kemi përjetu që mos u kthehet më. Kështu që po jo në diçka të veçantë. Fatkeqësisht shqiptarë, po diçka gjithë kolegë që janë gjerman. Se të thëmë drejtën me marrë lejen dhe me ndërtu një hotel si huj, në Gjermani është e vështirë. Ti je gjerman, është e vështirë ta marrësh lejen, domethënë, po në falë gjendshmërisë time dhe kam pas kontakte, domethënë, edhe në qytet, pa të arritë që ta kem një zot mirë, domethënë, shkrijuar mundësia dhe kom shfrytzu momentin e dur, ka qenë edhe arkitekti ai një që ka pas besim të jashtëzakonshëm ndikim të madh në atë ku ka qenë kryetari i Unionit të Arkitektëve të Baden-Württembergut, edhe fjala e tij ka pas pesh të jashtëzakonshme, përndryshe veç kisha mujt me pa ëndër, mos të kishte qenë. Ku jemi te ëndrat? Ke ëndra që të investosh në Kosovë, diçka të tillë, ndonjë projekt si hotel in Leiden, qoftë në regionin tënd të vendlindjes tënde, apo pse jo edhe në Bregdetin shqiptar? Po ato më mërmena nuk ka shqiptar që nuk e ka një ëndër të tillë, pse pjesa ndërmuese bashkëdhetarëve kanë investu në forma të ndryshme. Po edhe këto e kam synim, domethënë pres që këtu 2-3 vite të ardhshme veç kam fillu pak a shumë, nuk po e du me dhënë çmim tamam derisa të kryhen punët. Po gradualisht shpresoj që më e ke hedhur sperancën, domethënë. Po, definitiv. Shumë bukur. Shpresoj që më 2-3 vite, domethënë të tërhiqem atje gradualisht, që ku të bëhet mosha, domethënë të jetoj atje Pleshin. Pas 20 viteve apo ja? Jo, unë shpresoj shumë herët se po më zon 20 vjet. Vaj halli. Jo, shpresoj shumë herët, edhe natyrisht me që kam edhe shok shumë edhe të biznesit edhe këtu, edhe kolegë, domethënë ish kolegë edhe atje në Kosovë në polici, edhe takohem her pas here, është për mua një mundësi dhe një frymëzim që të vazhdojmë me të njëjtin tempo. Edhe shpresojmë që në shtatën Bregdeti diçka të krijojmë, diçka pse jo që edhe për takimin mes kolegëve, mes shokëve, edhe domethënë që kur të shkojmë atje të kemi edhe ku të takohemi, ku të rrimë, ku të gëzohem, domethënë edhe moshës më të lartë. Hoteleria, mendoj në Kosovë është zhvilluar mjaft. Gastronomia është top. Por ku mendoni se ka nevojë që mund të investohet, që të hapen vende pune, që të përfitohet? Kosova këto 4 vitet e fundit ka bën një zhvillim të jashtëzakonshëm në çdo sektor. Kështu e kuptoj unë, e shoh. Edhe nëse marrim domethënë këtë aspektin e zhvillimeve rinie, domethënë me software, me kompjuter, me gjitha këto, domethënë ka bën një hap të jashtëzakonshëm, çka firmat gjermane sot bashkëpunojnë me firma kosovare, edhe jo të vogla, po me shumicë. Duhet një motivim ose një qasje ndryshe në arsim bazë, që njerëzit të aftësohen në aspektin profesional në ato lami që duhet, të marrë një horit adekuate, që jo me pas synim gjithmonë se ka mundësi të mjaftueshme sot në Kosovë, edhe me hap firmë edhe me ecë, edhe me zhvilluar, me avancu, edhe më mirë se në Gërbet. Kjo mund të shihet, është e kapshme për secilin, përderisa na që kemi punë mirë dhe kemi biznese këtu, synojmë shku në Kosovë me bë diçka, pse me dal ata. Dhe para 3-4 vite kom pa është arsyeshme, po tash nuk është arsyeshme as pak. Edhe secili që është sinqert, edhe kemi sot raste me 10 ose 100 që kanë dalë jashtë, kanë provu, po janë kthy mrapa, se kanë pa që është një botë ndryshe nga ajo që nashta është prezantuar se kanë pas ato aspirata. Edhe të jemi të sinqert, edhe në Gjermani kanë ndryshuar rrethonat këto vitet e fundit.
kemi pas raste shpesh, domethënë që jemi konfrontuar me vështirësi që normal jo në Kosovë, po kërkon nuk konfrontohesh me to, edhe demoralizimi edhe humbja respektit në punë edhe gjitha këto ndikojnë negativisht. Sot me pas domethënë me firma është bukur sfidë me pas personel adekuat që të përcjellën dhe ta mbash nivel domethënë suksesin që ke. Sa je kënaqur si një drejtuesi një biznesi në hoteleri me arritjen apo standardin e hoteleve në Kosovë, në gastronomi në përgjithësi, duke filluar nga shërbimi, duke filluar nga, do thoja, niveli i tyre i pastërtisë, i korrekcisë, i çmimeve e kështu me radhë. Tash me që mungon kuadrat profesionale atje ka rënë dhe atje nëse marrim gastronominë, domethënë nivelin shërbime këta vrem për vitet vetë, domethënë hasim këtë fenomen gjithë. Ma mërmenja kjo është një problem i kapshëm edhe i kuptueshëm. Për këtë arsye që ka më herë që duhet edhe firmat investojnë që të ngritet niveli, cilësia, domethënë njerëzit që shkollohen atë drejtim ta kenë edhe përgatitim profesionale. Qoftë kamarier, qoftë kuzhinier, çfarë do lëmie qoftë ajo. Se përndryshe herë ta vonë do ketë ajo firma ose kompani probleme. Edhe është mungesa edhe e kuadrave adekuate. Kurse nëse marrim domethënë këto hotelet edhe që janë ndërtu vitet e fundit në Kosovë, është një avancim i jashtëzakonshëm. Po marr shembull vetëm hotelin në Rrugova, për shembull, që është një kalibër që nuk e ke as në Gjermani ose në Alpet zvicerane të Austrisë, e sa tjerë. Një pyetje në fund, i nderuar Balaj, fëmijët tuaj ke dëshirë të kthehen edhe ata në Kosovë apo të vazhdojnë jetën këtu në Gjermani për të menaxhuar këto të arritura që ke bërë? Është ëndër çdo bashkëdhëtar domethënë që edhe fëmijët gjithë kthehen sa më herët në Kosovë. Edhe unë mundu domethënë që në forma ndryshme fëmijët të mi t'jau rris në vetdijen domethënë edhe në dashuri edhe në mësimin e gjuhës edhe në tradita gjithë ato. Edhe kanë nga dëshpërinë që edhe ata të vinë me mundu, domethënë tash janë në shkollim në herë akoma, po shpresoj që ata në një periudhë të shkurtër domethënë kanë bindjen e plotë që të kthehen. Me që tash kur po vinë domethënë nga vit në vit po shohin edhe rezultatet edhe sukseset, domethënë janë ndryshime të kapshme që mund me gjetë edhe ata veten në sfera të ndryshme të zhvillimit. Nuk është domosdoshme që të jenë ata domethënë biznes jashtëzakonshëm, po mjafton ta kenë një jetë normale, që të kenë të ardhat e tyne, familjet e tyne dhe aq më shumë nuk i duhet thuja askujt. Ishte kënaqësi që ju kishim në këtë edicion. Ju dëshirojmë suksese, vazhdoni, na përfaqësoni suksesshëm në botën e biznesit këtu në Gjermani. Faleminderit. Faleminderit njëherë s'pari juve që ishit pjesëmarrës këtu, një respekt dhe një nder të madh për përkrajen e shkollës shqipe të Vinendenit, edhe një falenderim të veçantë ka edhe komuna Vinendenit, që ne transmetojmë programat për çdo vit, që 10 vite rresht. Se është kogja punë e vështirë me dhonë të këtu program para këtyne. Të valvitët flamuri kuqezi, të këndojnë edhe të vallëzojnë shqip, është bukurie e rrallë. Kënaqësi për mu, kënaqësi për prindit, po kënaqësi edhe për fëmijët. Milioner Bytyqi, vjen nga fshati Slapozhan, komuna Suarekës. Sot patëm një kënaqësi të veçantë
që mësuesja fëmija edhe besniku organizuan një manifestim shumë të bukur për fëmijët tonë. Qika ime ishte Viola Bityqi, e cila në fillim prezentoi në gjuhën gjermane, kështu që gjithë ai publik që ishte aty, edhe nga televizioni 21, edhe kanë konzulli, ishëm të gjithë me një atmosferë të bukur, një atmosferë e mirë, një kënaqësi për neve si prind, edhe ju kisha lutur të gjithë dhe prindve, afroni fëmijët të shkolla shqipe, mundoheni edhe t'ju ndihmojmë edhe këtyre sukur besnikut, ashtu edhe fëmijës, me ndihmën tonë do të arrisim edhe më shumë. Të madhin me vlera shumë, Rifat Abdiun, televizionin 21-shin. Faleminderit për përkrajen. Ti do t'jesh mbështetja më e mirë dhe më e bukur për shkollën shqipe të Vinendenit. Jam Medine Mazreku, nga Ludwigsburgu, dhe prej ardhen e kam normal nga Kosova, dhe jam lindur, jam rritur në Gjermani. Dhe kam kënaqësinë të marr pjesë këtu me fëmijët e mi në këtë festivalin e qytetit të Vinendenit me shkollën e gjuhës shqipe dhe mësuesën fëmijë Kuçinaj dhe hoxha, dhe jam shumë krenare për punën dhe kam shumë respekt për ta, për punën që e bën. Sot na u ka duk organizimi tepër bukur, unë nuk e njoh asnjë shkollë në rrethin që e bën këtë organizim kështu si shkolla e Vinendenit. Nuk kam po asnjëherë dhe e përgëzoj për punën që e bëjnë. Kënaqësinë që në emër të Konsullatës së Republikës së Kosovës në Stuttgart, shëndes zonjën Tepalodhur, zonjën Femije Hoxha, bashkë me gjithë bashkëpunëtorët e saj. Falenderojmë për organizimin Sjellët një frymë Kosove në Vinenden, ju falenderojmë shumë. Si punëtori i arsimit kam vetëm ish punëtori i arsimit kam dy fjalë. Në infrashëri thoshte atëherë i madhin e infrashëri, gjuhët e huaja mësoni, se për to keni nevojë. Do të thotë vendi ku jetojmë, por gjuhën e juaj gjithmonë ta mbani për zonë. Ju kisha lutë që gjuhën ta ruani, ta kultivoni dhe ta përcjellni tek pasardhësit e juaj. Mos na humbët gjuha, sjellni fëmijët në shkollë, se do t'ju mallkojnë më vonë. Mos e humbni gjuhën, mos folni gjuhën e huaj kur s'është nevoja, e mos e harroni tyën.